Mirë se ardhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Me këdo që po e trajtoj që të punën e zgjedhjeve të shpeshta janë dy kanë vështrime kryesore. E para, forcohet demokracia se testohet legitimiteti i partive politike, edhe Kosova ka reputacion që ka zgjedhje të mira, megjithatë. E dyta, dobësohen institucionet së shteti hub kohë me ushtrues detyre, me institucionet përkohshme, cilit, çu më thon, tabori për këtë. Po në fakt, është e vërtet që forcohet demokracia kur ka zgjedhje fair, të drejta dhe të lira, po gjithsesi edhe institucionet dobësohen kur i përsërit ato zgjedhje 3 muaj. Jo rastësisht kushtetuta e parashes që ato të mbahen çdo 4 vjet, jo çdo 3 muaj. Kështu që Kosovës i duhen institucione të qëndrueshme, institucione stabile, edhe i vyn krejt kjo për me vazhdu punën. Edhe tash, nëse jemi ka flasim për atë që stadin i cilin aktualisht është KQZ-ja, edhe prej përvojës, edhe prej asaj që kemi raportu ma herët, krejt e lojmë një farë afatit një 4 javë, prej kur të merën kutit deri kur të certifikohen rezultatet. Nëse krahasohen këto zgjedhjet, shkurtit, dhjetorit edhe këto që i patëm qershor, a pajtoni që këto janë më të mirat? Po, këto janë më të mirat. Dita e zgjedhjeve, të gjitha zgjedhjet kanë qenë e mirë. Do me thonë, nuk kemi mo eksese, nuk kemi probleme me ditë zgjedhjeve, me organizim zgjedhjeve, nuk ka mo probleme. Por edhe numrimi këtë herë ka shku si duket mirë, ta shohim se çka do del, a do të kemi ankesa të kandidatëve, sepse aty fillon ajo përplasja pastaj në mes kandidatëve dhe ankesat e tyre, shohim tash çka do të ndodhë, sepse ende nuk i kemi pa. Edhe në përmja u sqaru shikuesve këtë çto votat në zarf, çka përfshihet sakt? Na kemi marak me thonë që janë shumica diasporës, ka vota me kusht, kush voton me kusht në Kosovë, çka ka kategori tjera të votave, se krejt është një, kur numëroni krejt një kategori, e zarfit, po mrena besoj që janë do subgrupa. Po, fillimisht janë votat e diasporës. Do me thonë votat të cilat vinë me post, edhe votat tash që vinë edhe nga përfaqësit diplomatike, të cilat vinë Kosovë, ato numërohen të parat. Fillimisht janë numëru ato nga përfaqësit diplomatike, tash janë duke u numëru ato nga diaspora, që janë në zarfe, pas taj numërohen votat me kusht dhe ato të personave me nevojat të veçanta. Për me sqaru, me kusht votojnë për shembull policët, të cilët janë në detyrë, detyra i qënë prej komune në komunë, zyrtarët e KQZ-s, të cilët atë ditë nuk munden me votu në vendin e vetë ku janë, po votojnë aty ku gjenden, votojnë njerëz të cilët kanë pas ndë një punë në një qytet tjetër, dhe kjo vota me kusht mund të bëhet vetëm në zgjedhjet parlamentare. Në zgjedhjet lokale nuk, jo. Sepse duhesh me votu vetëm në atë komunë, nuk mundesh me votu në komunë tjetër, ndërkaq në zgjedhjet parlamentare mundesh me votu kudo në Kosovë, dhe ajo është vot me kusht dhe numërohet në fund. Votat e personave me nevojat e veçanta dihet, janë personat të cilët nuk kanë mundësi me ardhë në vend votim, po shkojnë ekipet mobile të cilat e marrin votën, si dhe personat të cilët janë në spitale, në shërim, apo pasta janë personat të cilat janë në përburgje, të cilët votojnë gjithashtu, dhe personat që janë në institucione tjera. Që kjo e hop një tem tjetër. Me kush mund është me votu në zgjedhje parlamentare për shkak se Kosova është një zonë zgjedhore? Një zonë zgjedhore. Ndërkaq në lokale janë 38 zona. Edhe ka pas shumë debat. E vazhdon me pas. A duhet mund ndryshu ligji edhe a duhet me pas ma shumë zona zgjedhore. Po në anën tjetër, ligji për zgjedhje në 3-4 vjetë të fundit është i vetëmi ligj për cilin partit politike kam pas konsenzus të plot. Janë marrë vesh me majt një zonë zgjedhore, janë marrë vesh me votu 10 kandidat për deputet, me ishtu përfaqësi diplomatike, edhe me indru numrimin, mos me bo në klasë. Po me bo në qendra komunale. 4 ndryshimet e mdojnë, mos gabofsha. A është vendimi duhun, a është hup shansin, a është ta me, sa mi thonë, demokrat.